Për këtë arsye erë një grup te Ahmed ibn Hanbeli, tha djalin e kam viran: o imam, të lut na ban dua për djalin tem. Pe Ahmed ibn Hanbeli tha: shko lutu ti për djalin tan, se ti e ma shumë pranohet duaja se muë. Për shkak se Allahu ka thonë: amme yujibul muttarra idha daa. Kush është që i përgjigjet ma shumë ati që është i sprovun dhe është nevojtar? A je ti ma shumë nevojtar a unë? A ti je i sprovun ma shumë a unë? Ti je ma sprovun pra Allahu ma shumë, ti je ta pranon duan se ti. E ke gruja këthejt për mas më ndohë. Pasaj Ahmed Hanbeli i thot ajde mojt, ajde të bëjmë ndohë. Ta imam të e thejve se imam. Ta zdo është ta me sprovu vetëm time dhe ata. Ta pse me sprovu vetëm? Ta zdo është ta që ndoshtë ta shnoshët nesë shërua të i fëmija, e ven shejtoni dhe më banë vezvesi dhe thot dojnë Allah për ta pranon. Pra ta njoni për kërënë dhe edhe, unë e si të lutë na, unë e veç durë si t'i qoj, para se mi shlumë pranon Allah, ka talë këtë e bërë. Se i pari që i ka ngrit durët edhe ja ka pranu dojnë Allah azza o gjellë para se mi shlu durët është iblisi. Allah e në rritë. E di që ka thonë? Ka thonë o Zotë lejidhja unë të jetoj dendit në kemetit. Ka thonë, do t'jetosh. Ala pa i ka që durë? O Zotë, mos unë banë që të vdes. A i modi, që si nuk i boni, se ishte dhe kujt? Ademit a.s. Për ata thue se 8.000 vjet e ka dhuru Allahu, nisi ishte ka më u, Allah e ka përzon për rahmetit vet, për gjenetit vet, e na jena dhe vetëmi qiptar që doj me hin në Firdeus A'la, në Firdeusin më të madh pas nisi ishte. Për shkak nisi ishtës iblisi, imami jot, ka dalë për gjenetit, pasi 8.000 vjet Allahu e ka dhuru ki, bosi do me hin gjenet pas nisi ishte. Para me ndoj e vishë të në ndodhë. Na e dojmë një islam që ishtë dojmë na. Na e dojmë një gjennet që ishtë dojmë na. Na e dojmë një jetë që ishtë dojmë na. Sikur na më konë zota e Allahu më konë robi jonë. Para ta më leo të ndërë, na e një rob, Allahu e zoti jonë. Allahu e hinshtin gjennet atë që donë. Dhe Allahu ka desht kejtve ne me është një gjennet, para ta në ka zrip libra, ka që pejgamber dhe ka lonë hoxhallar, që t'ingoni predikimet e Allahut, e mos dilni para Allahut ditën e kiamet me thonë, ja rap se kemi dit, se s'ka në gjami. Apo t'piti e polici, vëlla se kam dit, se vëlla ka në konë që tonë, me quen 120, unë 160, se ki dit atë vetë, para në radar nuk shimet, e ki ba radarët tash, do të me qumë Beograd për me shim, edhe do të një njofë shumë, i merë këtë telefonat, këtë dë njona, thot, kia fat një javë, apo 10 ditë nëse pagun për 300 euro, 150 euro. A të vetë polici, o filan, a e ki ditë ti se s'duhet me që që ka të shpejt? Apo thot, bere të njoftimi edhe, ta shkerujnë më njëra në i malije, në po. Këta arsjeton, për shkak se a dash me ditë për një me. A dash me ditë edhe se ma forë e kullë se mu nëllë, po me hiti se ma forë, kullë mi thonë, vëllah se pas na ditë, pardon ati qetrit. Se po më shleperi del përbora, ti dhët pardon, se kam ditë, ti ki e fajtë. Ku që ka fajtë? Kerejt na i arsjetojmë, vetëm Koran në the, nuk e arsjetojmë. Na nuk mujmë me hi në gjenem, ani se Allahut nuk i gërmuzmi dhe nuk i për ullën. Kja është filozofia e shejtonë. Para ta më leo të ndërshëm iblisit, Allahu Azza wa Jell ja ka pranu ma të parit doan, luqen ja ka ndëgju që para se mi shlu a i durt, Allahu ka thonë jeto hek dhe në ditën e kiamet. Edhe në fund gjenem, Allah i në rujtë.